Mbrëmjet orës 20 në udhkryqjen e rrugëve lokale për në Çegran dhe Forin ka ndodhur një aksident trafiku në mes të një veture Nissan Primastar me targët Gostivarit e drejtuar nga 54 vjeçari me inicialet AA nga Forina dhe një biçiklete që e ka drejtuar një 13 vjeçar nga fshati Çegran. Nga kjo ndeshje, i mituri ka marrë lëndime serioze dhe pas asistencës mjekësore që ja kanë dhënë mjekët në spitalin e Gostivarit, është dërguar për kurim të mëtutjeshëm në klinikat e Shkupit. Organet kompetente kanë bërë inspektim në vendin e ngjarjes rreth arsyeve të aksidentit dhe rreth anave në të cilat ka ndodhur i njëjti. Dhe rezultatet e para flasin për gabim nga ana e biçiklistit, ndërsa shuma e dëmit material ka vlerën prej 15.000 denar, njoftojnë nga sektori i punëve të brendshme Tetov. Ndryshe, gjatë vikendit që e lan pas, në regionin më të gjerë të Pollogut janë intensifikuar aksidentet e trafikut, para së gjithash për shkak të shpejtësisë së lartë të gjatë vozitjes. Në 3 ditët e fundit të javës që e lan pas, në këtë region kanë ndodhur 15 fatkeqësi komunikacioni, me 10 të lënduar ku kanë pasuar drejtues automjetesh, pasagjer, këmbësor, biçiklist e motociklist dhe me vlerë të lartë të dëmit material. Nga këto arsye, sektori i punëve të brendshme Tetov sërish apelon tek drejtuesit automjeteve që ta përshtasin shpejtësinë e automjetit me kushtet e rrugës, sidomos për faktin se rrugët janë të lagështa gjatë orëve të hershme të mëngjesit si dhe orët e vona të natës, ndërsa në masë të madhe është zvogluar edhe dukshmëria në territore të caktuara. Për mos zbatimin e kësaj përgjegjësie ligjore nga sektori i punëve të brendshme Tetov paralajmërojnë gjoba që sillen nga 40 deri më 400 euro në kundërvlerë të denarit, me vërejtjen se ata të cilët do të bëjnë mbikalim të shpejtësisë në masë të madhe është parapar edhe masë mbrojtëse, edhe atë marrje përkohshme e lejes në periudhë prej 3 muaj deri më 1 vit. Drejtuesve të automjeteve po ashtu ju sugjerohet që në mënyrë të rregullt ta bëjnë kontrollin teknik të automjeteve që drejtojnë. Kjo sidomos vlen për ata që bëjnë transport publik të udhëtarëve, sepse parregullshmëria eventuale do të gjobohet me dënim prej 400 eurove. Nga ky nivel edhe njëherë i përkujtojnë drejtuesit automjeteve që në mënyrë obligative t'i regjistrojnë automjetet e tyre dhe t'i drejtojnë ato vetëm me leje valide për vozitje. Sektori i punëve të brendshme Tetov disa muaj më herët ka realizuar aksione të shumta kontrolli, të cilat me po të njëjtin intensitet do të vazhdojnë edhe gjatë periudhës që vjen, jo vetëm në rrugët magjistrale dhe regionale, por edhe në për ato lokale. Qëllimi i krejt kësaj, thon nga SPB, është për sigurimin e një komunikacioni të sigurt, ku do të qarkullojnë vetëm automjete të rregullta teknikisht dhe të drejtuara nga shofer të pajisur me leje valide për vozitje.